Ky dyshek ishte trashëgimia e babait tënd, por ti e hodhe si mbeturin pa e ditur çfarë kishte brenda. Thirrë policinë nëse do, por nuk ka asnjë provë, sepse këtë dyshek ma ke dhuruar vetë. Me ato para, nuk humba asnjë sekond. Bleva një shtëpi të bukur dhe një hotel të vogël pranë qendrës së qytetit. Jeta ime ndryshoi rrënjësisht. Por Francisca, kur vuri re se nuk isha më aty, u pushtua nga kurioziteti dhe erdhi të më kërkonte. Ajo hyri në kasollën tim të vjetër dhe gjeti disa kartmonedha që më kishin mbetur mbi tavolinë. E tërbuar, mendoj se e kisha vjedhur. Më priti para shtëpisë sime të re dhe filloi të më bërtiste, duke më kërkuar llogari me ulërima para të gjithëve. Unë qëndrova e fortë, por e qetë. E mora për dore dhe e çova te kasollja ime e vjetër. I tregova dyshekun e hapur, ku ende dukeshin parat që kishin mbetur brenda. Në atë çast, pash se si fytyra e saj ndryshoi. Ajo u kujtua për diçka që e mbushi me faj. Ai dyshek kishte qenë trashëgimia e babait të saj, por ajo e kishte hedhur si mbeturin, pa e ditur se çfarë fshihej brenda. U përpoq të thëriste policin, por nuk kishte asnjë provë. Përkundrazi, çdo gjë tregonte se dysheku më përkiste mua, sepse ajo vetë ma kishte dhuruar me dëshirën e saj. Francisca iku e turpëruar dhe unë nisa jetën time të re në paqe. Ndonjëherë, ato që të tjerët e hedhin si mbeturin, Zoti ta kthen në bekim. Po ju, çfarë mendoni? A e meritoi Ana këtë fat? Apo duhej t'ja kthente parat Franciscës? Shkruajini në komente.